Avioni i parë është ulur në aeroportin e Vlorës ditën e sotme. Fluturimi i parë, certifikues në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, është bërë para ditën e sotme. Ky aeroport ka marrë kodin e fluturimeve VLO dhe pritet që brenda sezonit veror të ketë fluturime zyrtare. Avioni i parë në këtë aeroport ul në pistën e re me gjatësi 3.2 km dhe me gjerësi 60 metra. Në ceremoninë e sotme ishin të pranishëm kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Shumë urime edhe me këmbë të mbar të gjithë punonjësve dhe punonjëseve të reja të aeroportit Vlorës, që janë këtu të pranishëm. Të falenderoj në mënyrë të veçantë grupin e ardhur nga Kosova, që janë këtu të pranishëm. Dhe të shpreh besimin se kjo shqiponjë dykrenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria, do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti për cilësinë e shërbimit, për sigurinë dhe natyrisht edhe për nivelin e buzëqeshjes që e pash sot me shumë kënaqësi. Zëvendës kryeministrja Balluku tha se ky është moment historik për Shqipërinë dhe Kosovën. Unë besoj që për Vlorën ky është një moment historik, për Shqipërinë është një moment historik dhe rastësia dhe fati i mirë e solli që të jetë një moment historik edhe për Kosovën. Pasi kjo vepër dorëzohet nga një konsorcium i drejtuar nga Beqet Pacolli dhe na bën krenar si kombë